E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush analizën e banorëve të Big Brother VIP Kosova. Do të flasim tani për një luftë të hapur që besoj që sonte në Prime do të diskutohet. Sonte është Prime-i. Çfarë do të flitet sonte dhe çfarë surprize do të ketë. Megjithatë që në qendër të vëmendjes do të jetë Fjolla Morina, hyrja e Fjollës dhe trazdirat që Fjolla bëri brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Fjolla që në momentin e parë kur hyri në Big Brother, do me thënë luajti fort në lojën e saj. Më duket tepër e sinqert, do me thënë fjalët i ka të lëshuara, ndonjëherë nuk e kontrollon edhe veten, përdorën edhe gjuhë tepër të ulët. Në fakt, banor që kanë përdorur më gjuhë vulgare se sa në këtë Big Brother nuk ka patur ndonjëherë në historinë e Big Brother VIP Kosovës dhe Shqipërisë. Do me thënë, banorët nuk e kontrollojnë veten në asnjë mënyrë. Debati më i ashpër edhe më i madh që sonte do të merr vëmendjen dhe megjithatë që do të komentohet hyrja e Fjollës edhe nga opinionistët, por edhe nga vetë banorët, është debati mes Fjollës edhe Shkurtës. Do me thënë, Fjolla e quan Shkurtën një mashtruese sepse po përdor historinë e vllaut të saj për të marrur klikime dhe për të arritur në finale. Por njëkohësisht e mbron jashtëzakonisht shumë Elionën edhe i mëson banorët që të mos i flasin Elionës keq dhe të mos e përmendin historinë e Elionës brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse thonte Fjolla, nëse dikush do të përdorte historinë time brenda këtu për interesin e tij, atëherë gjërat do të ishin krejtësisht në një kornizë tjetër. Do të thënë sonte do të jetë në qendër të vëmendjes Fjolla. Hyrja e Fjollës, ndryshimet që ndodhen në lojë me hyrjen e Fjollës, ka hyrë tepër me dinamik. Do të thënë disa banorë të cilët pretendonin që synonin finalen me hyrjen e Fjollës kanë ndryshuar rrjedhojën dhe siç po duket po i trëmben shumë. Në këtë rast po e shoh në fakt Shkurtën shumë të trembur në sy të Fjollës. Fjolla është tepër goditse. Me njëherë do me thënë plasën dhe tregon qëllimin e saj, por në anën tjetër shoh dhe banorët e tjerë të cilët janë entuziastë, ndërsa afrimi të madh shoh me londrimin tek Fjolla, do me thënë kanë gjetur një botë, një gjuhë të përbashkët me Klodianin edhe me Elionën në këtë rast. Pritet që të ketë një surprizë për njëri nga banorët, më pas ka do me thënë edhe një rrëfim jete dhe përflitet që do të ketë një natë shumë dinamike, një natë shumë të tensionuar, një natë ku do të vinë në pa të gjitha do me thënë edhe debatet, ku përfshirë me të edhe debati i Albës edhe Benitës, që në fakt ishte një debat të tepër i zjarrt. Si e komentoni ju hyrjen e Fjollës? Si e komentoni ju lojën e Fjollës, duke e ditur që aty brenda banorët duhet të jenë më shumë se 3 muaj? Sa do të jetë afatgjatë dhe çfarë do ndodhen sonte?